Po mjaft i njoftën prej insertove televizive, mirë po megjithatë është një ndjenjë krejt pak më ndryshe, kur njeri vjen vetë edhe sheh gjendjen drejt për drejti. Zgjodha më ul ta shoh se çfarë pamje kanë këta udhëheqësit ose faktikisht kryetari i kuvendit, edhe është një pamje mjaft impozante. Po megjithëse në TV po them drejtën se më ka duk se edhe salla është më e madhe, po megjithatë kjo është e caktuar për këta 120 deputet edhe qeveritarët, po për mua fajin kryesore ka qeveria, partia në pushtet, po edhe qeveria, se të gjitha këto zgjedhje që 2 vite janë shumë të parësyeshme. Partia në pushtet i ka edhe do t'i ketë mundësi secila parti në pushtet që vije, shumicën që e ka, duhet ta ketë mundësinë të bëj zgjidhje fatlume edhe afatgjate. Këto deri më tani këto janë bllokadat edhe lojra të partisë në pushtet.